Punoni në kompjuter, keni nevojë patjetër për këtë vitaminë. Duke u fokusuar në ekranin e kompjuterit, sytë gjithmonë reagojnë ndaj pikave të ndryshme dhe të errëta. Ndaj, ato që punojnë në kompjuter kanë nevojë për vitaminë A. Sytë harxojnë më shumë rodopsin, pigmenti fotosensitiv që është i nevojshëm për të parë sa më mirë. Vitamina A luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e rodopsinës. Njerëzit të cilët duhet të zvogëlojnë marrjen e yndyrnave dhe kolesterolit mund të hanë ushqime me të cilat kanë më shumë beta-karoten. Ato janë të pranishme në shumicën e perimeve, pastaj dhe fruta siç janë kumbullat e thata, piepri, pjeshka dhe mangot e përmbajnë atë. Këshillat e duhura për ata që punojnë në kompjuter. Mbani pjersinë e tastierës kur lexoni dhe shkruani. Për të pasur një qëndrim të mirë, krijoni pjersinë e leximit ose të shkrimit të ngjashme me bankat e shkollës. Sfondi përtej ekranit të mos jetë asnjëherë krejt i errët. Ekrani duhet të jetë rreth 60 cm larg syve. Mundësisht të përdorni filtr të ekranit kundër reflekseve dhe të rrotulloni sytë në ambientet përreth çdo 15 minuta. Punoni me drita natyrale sa më shumë.